thuaj edhe gjë tjetër me që jemi te kjo skema. Këta kanë kopjuar një pjesë të një pikë të programit tonë, por jo se s'din kopjojnë mirë, por kanë kopjuar vetëm idenë dhe pastaj e kanë deformuar në këto që unë sqarova për ta shfrytzuar këtë subvencion për fermerët, për administratën dhe për interesat e vetë elektorale. Ne kishim tani më thoni cili fermer i vogël, i mesëm apo i madh i Shqipërisë ka kapacitetin për ta kuptuar gjithë këtë konglomerat veprimesh të çuditshme që duhet të bëjë për të marrë mbrapsht paratë produktit dhe punës së tij pasi vendosi marrëdhënie me grumbulluesin apo me tregun. Sipas projekt ligjit, fermeri duhet të bëjë kërkesë një herë 6 muaj dhe duhet të çojë faturat. Pra të bëhet burokrat dhe jo fermer më. Po, këto kanë 30 ditë kohë që ta kompensojnë, t'ia çojnë atë subvencionin apo rimbursimin e TVSH-s në llogarinë bankare. Që nuk ka unë sqarova shumë thjesht, është një procedurë që e ngarkon fermerin kot, por këto nuk mund ta lënë fermerin që të marri atë që ka jep shteti pa takuar atë punojësin e administratës, patronazhistin, sepse do i shputej nga rrjeta dhe i duhet, paktën një herë në vjet i duhet që ta ketë të lidhur me patronazhistët dhe me punojësit e administratës që punë kryesore kanë patronazhimin dhe jo shërbimin publik. Në fakt u bën buj sepse fatura elektronike ka krijuar shanse shumë të mëdha për mos pas asnjë kontakt fermeri, ai që ne kishim parashikuar në programin e Partisë Demokratike për ndarjen e subvencioneve. Në rast se ti klikon sistemin tatimor, fut NIP-in e fermerit, dalin gjithë faturat që ai blerësit atij kanë ngarkuar, numrin e llogarisë bankare të tij e ke, NIP-in e ke, gjitha dhënat konfidenciale janë në sistemin tatimor. Ti i çon lekën në bankë dhe nuk ka as se të bëj kërkesë, as se të paraqitet, as se të sjellë fatura, sepse faturat tashmë janë elektronike, janë sistemin tatimor. Mirë, po këtyre ju duhet ai kontakti midis punësit publik, patronazhist dhe fermerit dhe sajojnë këto artifica për të krijuar këtë lidhje. Në rast se do më lejoni Flavia, duhet të sqaroja për teleshikuesit, për fermerët, përjashtimet që ka ky projekt ligj, që përjashton një fashë shumë të madhe fermerësh nga përfitimi i këtij subvencioni në rast se do realizohet. E kuptoj. Megjithatë, a ka Partia Demokratike një kundër propozim dhe një strategji se si mund të ndihmojë fermerët në këto rrethana në këtë buxhet? Po, unë parashtrova në Komisionin Ekonomisë të gjitha vërejtjet dhe propozimet për korrigjim dhe deputetët e opozitës në bashkëvendim do të bëjnë amendime të këtij projekt ligji. Pastaj në rast se do ketë pak vullnet për ta çuar të subvencion të fermerët, në rast se pranon ato amendime që do bëjnë deputetë opozitës që i bashkërenduam, besoj që mund të funksionojë dhe në rast se do alokohen fonde për ta mbështetur këtë subvencionim, sepse thash me 15 milionë euro mund të përfitojnë vetëm 10% fermerët dhe 90% përjashtohen nga ky subvencionim, kompensim 10% i fermerit. Dhe unë ja sqarova